Opozita vazhdon që pas zgjedhjeve të 11 maj të bëjë politikën e saj, të thotë se ju vodhën votat, ju blen votat, ju manipuluan, një këngë e vjetër ku përpiqen të shtohen disa fakte dhe të jepen edhe prova, ndoshta diku edhe të besueshme për sytë e militantëve, diku edhe të pabesueshme. Kuptohet që retorikën e ka politike. Do të vazhdoj, Ramaduro bleu vota, voti vota, partia shtet. Le të bëjmë një analizë me disa fakte shumë të thjeshta, t'i marrim disa qarqe dhe t'i shikojmë pikërisht atje, ku ka qenë dhe fitoria e thellë e Partisë Socialiste, për të kuptuar sa manipulim ka pasur, sa vota janë vjedhur, si është trendi i tyre, kur ka fituar Partia Demokratike, dhe cilat janë ato të vërteta që na tregojnë për manipulimin, blerjen apo vjedhjen e votës nga mazhoranca socialiste. Së pari po sjellim qarkun e Fierit ku Partia Socialiste ka marrë 12 mandate. Kuptohet, gjithmonë duke marrë të mirë se këto 12 mandate janë krijuar nga vota të vjedhura, të manipuluara, apo të blera nga Partia Shtet, apo nga Ramaduro. Në Fier, Partinë Demokratike, trupën e saj elektorale, organizimin, e ka Gazmend Bardhi. Për të kuptuar se cili do të ishte rezultati, theksojmë se vetë zoti Bardhi pati një problem të madh në ditët e fundit të fushatës, pasi nuk gjente dot komisioner. Pra, imagjinoni një parti që do të fitojë zgjedhjet dhe nuk ka komisioner në qarkun më të madh të vendit pas Tiranës. Fushatën dhe organizimin e Partisë Demokratike në qarkun e Fierit e drejtonte Gazmend Bardhi, që nuk di të bëjë gjë tjetër, di të bëjë vetëm katastrofa. Ishte në Elbasan në 2021 dhe ndodhi vrasje. Ishte në 2025 në Fier dhe mori një rezultat që Partia Demokratike ndoshta nuk e ka marrë as në 1997, kur nuk hyri në gjysmën e Shqipërisë. Por le të shohim votat. Në total, bashkë me votat e emigrantëve, demokratët në 2021 kishin rreth 64.000 vota, ndërsa socialistët kishin rreth 91.000 vota. Duhet të kemi parasysh që Lëvizja Socialiste për Integrim kishte rreth 12.000 vota në 2021. Shkojmë në 2025, shohim rezultatet ku socialistët kishin një rritje prej gati 25.000 votash. Të gjithë do të thonë, ku u rrit Partia Socialiste, pse u rrit dhe si u rrit. Së dyti, LSI, tani Partia e Lirisë, është një parti e shpartalluar dhe lehtësisht votat e saj kanë shkuar te socialistët. Së treti, Partia Demokratike pati një kandidat i cili u kthye në qesharak nga një strategji elektorale e socialistëve duke përdorur zexhinen për të tallur gazin në formën e saj, për ta çuar te motrat, për ta bërë qesharak gazin. Dhe ja doli për konfliktet e brendshme në Partinë Demokratike, për qasjet e tij politike. Siç është rasti i deklarimeve të tij që nëse zgjidhet Sali Berisha kryetari i Partisë Demokratike dhe rikthehet në drejtimin e saj, Bardhi do t'ikte nga politika. Ndërkohë, është ende atje. Siç ndodhi me përplasjet brenda grupit parlamentar kur ju bashkua i fundit Berishës, me kushte dhe teka personale dhe me një grupim të caktuar individesh, Gazmend Bardhi, i cili është një zero në organizimin e strukturave të Partisë Demokratike, nuk ngjit thuhet në politikë në bazë, nuk e donin. Në themel, le të shikojmë votat e tjera të vitit 2025. Rreth 10.000 vota ka marrë koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, rreth 5.000 vota ka marrë Partia Mundësia, pra rreth 15.000 vota janë të shpërndarë në dy parti dhe rreth 5.000 vota të tjera janë te parti të vogla, kryesisht të djathta, si koalicioni Euroatlantik i Bashës, koalicioni Djathtas për Zhvillim, Aleanca Kombëtare të tjerë. Pra rreth 20.000 vota kanë ikur te partitë e vogla. Ja ku janë votat e Partisë Demokratike nga 2021. Çfarë kishte bërë këto 4 vite? Asgjë. Ka 4 vite që demokratët pas zgjedhjeve të 2021 vetëm bëjnë sherrë me njëri tjetrin. Kryetari i Partisë Demokratike për qarkun Fier, që është i njëjti Luan Baçi, s'ka asnjë ndryshim. I futi dhe Gazmend Bardhin, qershia mbi tort, Korreshi Lushnjë si vendosur nga Lul Basha, që nuk di as vetë me kë është. Përplasja me njerëzit e Lulzim Bashës në Mallakastër, siç është rasti Agron Kaplanajt, mbyllja e dyerve të PD-s për kritike, njerëzit e pakënaqur brenda saj, janë faktor kryesor. Kështu mbyllet historia. Nuk ka asnjë risi, asnjë vlerë nuk pati në fushat, asnjë organizim, por një shkatërim total të strukturave i cili u konstatua edhe nga Gazmend Bardhi, që kupton më pak se sa militanti më i thjesht në bazën e Partisë Demokratike, duke deklaruar se ai nuk gjente komisioner. Pra, kjo ishte gjendja organizative e Partisë Demokratike. Socialistët mund të kenë ngërryer vota, por Partia Demokratike nuk ka ekzistuar dhe për më tepër, thërret hajduti dhe rri e shikon duke vjedhur. Është njësoj si historia gomarit që është qyer në ujku dhe mendon se është në ëndër. Kjo është historia që na sjell Gaz Bardhi në qarkun e Fierit. Të shkojmë më tej në Elbasan, një tjetër rezultat katastrofik, ku prap LSI nuk ekziston. Merr mandat falas, ku prap partitë e vogla kanë marrë 10 mijëra vota, kryesisht të partitë të djathta, siç ishte Nisma Shqipëria Bëhet, Mundësia dhe shpiket të treni bullgar. Një tren bullgar që na jepet si gjetje në disa qendra votimi apo në disa ambiente tregtare, ku janë gjetur ato që pretendohet se janë flet votimi. Në rast se i merr prokuroria dhe i vlerëson si prova, ato nuk janë flet votimi, pra nuk mund të përbëjnë trenin bullgar.
sepse fletët tona të votimit kushtojnë miliona euro dhe kanë element sigurie, siç janë lekët, kurse ato fletë janë thjesht dhe vetëm fotokopje të fletës së votimit të cilat përdoren për propagandë dhe shpërndahen si fletë palosjet e zgjedhësit nga kandidatët me siglën përkatëse. Të tilla ka shpërndar me mira edhe Partia Demokratike. Sa i përket justifikimit se në Elbasan ka pasur tren bullgar në një qendër votimi, rezultati nuk varet nga një qendër votimi dhe sikur ta fshish atë, dhe sikur të jenë 10 qendra të tilla. Por më tepër, në ato qendra që dyshohet, në një apo disa, se ka pasur tren bullgar, gjithçka është shumë e thjeshtë. Shikohet trendi në vite, si është votuar, cili ka qenë rezultati, si janë strukturat e Partisë Demokratike. Pra bëhet një analizë dhe në finale del se treni bullgar është një gënjeshtër për konsum politik. I vetmi fenomen shqetësues është një anonime, si Sara Mile, por dhe t'ja heqësh votat të gjitha dhe mandatin, Partia Demokratike sërish humbet keqëzi. Qarkun e tretë, po sillim Korçën. Në Korçë rezultati është më i dobët se në 2021-shin. Sikudo dhe shkaktari kryesor i kësaj është vetë Partia Demokratike, vetë drejtuesit e saj, shkatërimi i strukturave, asnjë gjë e re. Në Korçë nuk ka pasur një të deleguar muaj më parë që të ngrinte strukturat, të kontaktonte njerëzit, të bashkonte bazën, por kanë shkuar shumë emra dhe kanë bërë një vrim në ujë, thjesht kanë thelluar përçarjet. Në degën e Korçës njerëzit nuk kanë një kokë që t'i drejtojë dhe t'i organizojë. Për më tepër, lista e mbyllur ishte jo ku thret Qameti, por ishte Qameti vet. Kryetari i degës është zgjedhur nga një betejë brenda Partisë Demokratike, ndërkohë që Qendra donte kandidat tjetër. Ai u izolua. Rezultati është ky që doli. Ivi Kaso shkoi me vonesë, nuk mundi dot t'i bashkonte palët, ta ngrinte Partinë Demokratike atje ku duhet, ndërkohë që baza është e përçarë dhe e konfliktuar për shkak të përplasjes Basha Berisha. Ikja e Bashas nga Partia Demokratike, dikush mendonte se i bëri mirë dhe i çoi te luli njerëzit. Jo, nuk është e vërtet. Ka shumë njerëz që për shkak të konfliktit të Basha Berisha kanë qëndruar në Partinë Demokratike, por me kokën ulur, ose janë mënjanuar pasi e kanë ndier veten të fyer. Pra, këto janë 3 qarqet kryesore që sollëm në analizë për të rrëzuar propagandën politike të një humbje që kërkon të shikohet në sy e të veprohet sepse kështu si po ecin, po lënë në tavolinë zgjedhjet e 2025-s. E vërteta është një dhe vetëm një. Partia Demokratike që e shpartalluar në bazë dhe nuk pati as denoncime të na tregonte se kush ishte hajduti dhe ku i vodi votat, por kundrazi, dhe në qoftë se ka ndodhur, ja kanë vjedhur përpara syve dhe kemi të bëjmë me paaftësi totale politike, organizative, që na tregon se Partia Demokratike ka nevojë për një shkundje të fortë për të rikthyer në realitetin elektoral shqiptar. Ndryshe po vazhdoj me të njëjtat histori, me meselera, me xhixhilera, fundi duket të jetë edhe më i dhimbshëm.